Një pushtet që e ka zhveshur shtetin nga çdo vlerë, nga çdo parim. Nuk mund të mbylli mas syt as veshur publik. Kur një super skandal si kapja në korrupsion dhe në shpërdorim për 50 milionë euro, siç ishte rasti i zëvendës kryeministres Belinda Balluku, nuk bëri që njerëzit të vërshonin në sherr dhe në revolt, dhe ta përmbysnin qeverinë siç po ndodh në Rumani, siç po ndodh në Bullgari, dhe siç po ndodh në çdo vend tjetër. Edi Rama thotë se shpopullimi është problem global. Ministra kryebashkiake zyrtar sakrificat dhe një dramë kombëtare. Si mund të jetë global fakti që 40% e popullsisë është larguar? Dorëqen. Kjo nuk është statistikë, është kampanjë motore pafajësisë për një kom. Por Partia Demokratike përsëri nuk po rritet. Qytetarë shqiptarë janë krenaria jonë me pastër sepse çdo qytetarë nuk po na ndjekin. Kudo ku kanë shkuar kanë shkëlqyer. Profesionistë, personalistë ndjek të ndershëm, punëtor, të bukur në shpirt dhe në fytyrë. E mbani mend besoj bandimin se si çdo natë shfaqeshin në mediat shqiptare kanë kryer shpirtin, punëtor, profesionistë tanë që arresën dhe shërbenin i në vendet më të zhvilluara të botës. I shikonim dhe krenoheshim. Dhe ikosisht pyesnim pse nuk janë këtu. I di një pjesë alavëve pa peshë, vendimet e imponuara, mos përfundimtohen. Largimi nga realiteti sepse Shqipëria dhe qeverisja e shpresës ju ka dhënë shpresë. Mosdhënien e llogarisë nuk ju ofroi mundësi. Mos takime sepse u mbylli derën, pastaj qortoi dhe mosmbajtjen. E vërteta është kjo. Ne kemi të buar fytyrë e ndjej dhimbjen e militantët që ka qëndruar në shijen të ftohtë. Kemi qëndruar bashkë. Lufton por nuk dëgohet. Demokratët janë lodhur. Kjo është e vërteta dhe ne nuk duhet të kemi frikë që t'i themi të vërtetat ashtu siç janë. Dhe për mua kjo është plaga jonë më e madhe si parti. Dhe çdo drejtues duhet ta shohë këtë ashtu siç është. Duhet i dëgjojë demokratët që me masivitetin e tyre edhe në këtë takim tregojnë dhe po tregojnë që duhet të dëgjohet. Mosdëgjimi i tyre është një gabim i rëndë. Por të dashur motra dhe vëllezër, unë di dhe diçka tjetër. Partia Demokratike nuk është një parti politike. Nuk është vetëm një parti politike. Të ishte e tillë me çfarë ka ndodhur gjatë këtyre viteve, Partia Demokratike nuk do të kishte mbijetuar dot. Por Partia Demokratike është një vokacion, është një pasuri kombëtare, është institucion i ndryshimeve historike për shqiptarët, ajo mbetet një fuqi politike e jashtëzakonshme. Por ajo duhet të hapet, të ri për të rihet, të zgjohet, të rinovohet, të besojë tek brezi i ri, të kombinojë përvojën me freskinë dhe pa diskutim të fitojë. Freskia sjell shpresë. Zëri i ri bashkojnë njerëzit përtej partive politike dhe bashkitë e fituara në zonat ku kemi fituar, se ne kemi një analizë të humbjes, por duhet kemi një analizë fitores në disa bashki që kemi fituar. Zëri i ri ka sjellë shpresë dhe shpresa ka sjellë fitore në disa bashki për shkak të kombinimit të këtyre faktorëve. Ndryshimi gjeneracional nuk është me një slogan dhe nuk duhet të jetë një slogan. Është oksigjen politik për Partinë Demokratike, është kusht i domosdoshëm për të qenë fitues dhe për rikthimin e shpresës për ndryshim që mezi e presin jo vetëm demokratët, por gjithë qytetarët shqiptarë. Shqipëria ka nevojë për ne. Ka nevojë për një Parti Demokratike të hapur, energjike, të sinqertë. Një Parti Demokratike që flet për hallet e shoqërisë, që bashkëpunon me të gjitha forcat opozitare pa dallim, që bëhet zëri i qytetarëve dhe jo kori i klaneve politike. Po dhe është institucioni i rotacionit, është institucioni i ndryshimit për shqiptarët. Është ajo që ka sjellë gjithmonë shpresë, kur Shqipëria ka qenë në udhkryq. Dhe sot Shqipëria është pikërisht në një udhkryq të tillë. Dhe po duhet ta themi me zë të lartë dhe pas një kompleks, siç e thanë me zë të sinqertë të gjithë të rinjt që folën më përpara. Ne e kemi forcën për ta sjellë rotacionin në këtë Shqipëri.